Për të folur për protestat që po zhvillohen në Tiranë kundër projektit Zvërnecit e madje kohët e fundit edhe kundër kryeministit Rama, ku kërkojnë dorëheqjen e tij, kam të ftuar në një lidhje direkte generalin Det Prenga. Zoti Prenga, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve për ftesën. General, si e keni parë këto protesta të rinjve më shumë në Shqipëri? Unë mendoj që çdo shqiptar brenda dhe jashtë kufive në çdo vend ku ata jetojnë, këte proteste kanë parë si një shpresë që Shqipëria vërtet nuk mund të vazhdojë më tutje në këtë mënyrë qeverisje e drejtimi. Zvërneci ishte vetëm thjesht dhe pika e ujit që derdhi gotën për të gjitha zullumet e mëdhaja që klasa politike e qeverisjes së shqiptare i ka shkaktuar këtij vendi për më së 3 dekada. Natyrisht që kjo është një shpresë e madhe që Shqipëria sot mund të ndryshojë, mund të ndjek vërtet rrugën e integrimit të plot në Bashkimin Evropian, dhe slogani i viteve 90 e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, më në fund shpresojmë se do të bëhet realitet. Këte kanë deshur dhe duan në çdo kohë e periudhë historike shqiptarët, qytetarët, njerëzit e thjeshtë, por për fat të keq edhe ne kemi pjesën e tonë të përgjegjësisë, pasi jo rrallë kemi vendosur me zemër e jo me mendje të kthjellë për të dhënë votën e për të sjellë në pushtet njerëz të cilët jo vetëm që nuk i përmbushin kriteret më minimale të leadershipit, por që e kanë shfrytzuar e keq përdorur në vend që të jepnin shërbime për të cilat janë zgjedhur e emëruar, ata thjesht dhe vetëm kanë pasuruar vetveten e tyre dhe të gjithë ata të cilët i rrethojnë me pafsinë, mediokritetin, me mungesën e gjithçkaje që lidhet me një punonjës të administratës shtetërore, se si ajo duhet të funksionojë me shërbimet ndaj qytetarëve. Kjo gjë nuk ka ndodhur për fat të keq, dhe siç e thash pak më lart, Zvërneci ishte vetëm pika që derdhi gotën, sepse të gjitha zullumet e tjera që janë shkaktuar i kanë irrituar shqiptarët dhe fal Zotit do thosha që në këtë vend paska akoma shpresë, ka rini që do të tërheq e do të udhëheq qytetarët si në Tiranë e në qytetet të tjera të këtij vendi, por edhe në kryeqendrat e perëndimit që tashmë e kanë dhënë sinjalin që do t'i tërheq për të vajtur tek demokracia e vërtet, atë për të cilën shqiptarët në çdo lloj periudhe historike, por në veçanti vitet 90, protestuan, rrëzuan një sistem dhe menduan që tashmë demokracia do të lulëzojë në Shqipëri. Por për fat keq, në sajë të punës e të përpjekjeve jo dashamirëse do thosha, jo vetëm me mungesë vizioni, por ndoshta edhe me ndikim nga të huaj dhe shërbimet e tyre, që nuk u ka humbur asnjë qindar nga ato që kanë investuar, kanë bërë që Shqipëria londineze e pasur dhe e bekuar nga Zoti me pasuri natyrore nënmbitoksore, por edhe me një popull të mrekullueshëm, të jetë në gjendjen kritike për sa i përket mundësive dhe kapaciteteve me çfarë realisht është arritur deri në ditët e sotme. General, mendoni që ka pasur në fillim forca të tjera të shërbimeve sekrete që mund ta kenë shtyrë para këto protesta, apo kjo është thjesht një revolt e qytetarëve shqiptar të cilët janë mjaft të revoltuar ndaj politikës 30 vjeçare? Unë mendoj që secili qytetar ka krejt të thjesht e elementare për të bërë me metodën e thjeshtë të krahasimit çfarë unë jap për këtë vend dhe çfarë vendi, në veçanti qeveria, pushteti qendror e ai lokal, më kthen në formën e shërbimeve. Po të marrim e të kthehemi pas për fat të keq që kur erdhi, unë nuk kam në një opinion do thosha pozitiv,
për të gjithë majtas e klasa politike qeverisë, majtas dhe djathtas, djathtas dhe majtas, por unë e kam parë, atë më kujtohet një shprehje e Mustafa Nanos, i cili i pa thënë në një studio kryeministit ton Edi Rama, që nga 2013 njerëzit të votuan dhe shpresuan që ky vend do të bëhet, ka një shpresë, ka një perspektivë, por për fat të keq, pasi kaluan jo më shumë se 2 vite, në 2015-ën, të gjithë pjesa më e madhe e qytetarëve të ndershëm, të atyre që nuk pranojnë për të futur e për të korruptuar në ombrellën e lojrave politike në dëm të qytetarëve shqiptar, u larguan nga ky vend, sidomos të rinjt e të rejat. Kështu që unë them që është thjesht dhe vetëm revolta e brendshme e shqiptarëve, e të rinjve sidomos, por e të gjithëve deri edhe tek pensionistët, sepse sot thjesht dhe vetëm po të llogarisim kush është pensioni mesatar që merr një pensionist në Republikën e Shqipërisë dhe kush është kostoja e jetesës që për 35 vite as e djatha, as e majta që erdhën në pushtet, që ju besuam gjithçka, nuk kanë përllogaritur thjesht dhe vetëm kush është minimumi jetik në këtë vend, me çfarë mund të jetojë një pensionist me pensionin minimal, apo dhe mesatarin që nuk e kalon 200 euroshin, kur dihet se me kalimin e viteve ankesat shtohen dhe ne jemi të detyruar për t'ju drejtuar shërbimeve shëndetësore, qofshin këto shtetërore apo private, që për fat të keq tonin nuk është se ndryshojnë shumë nga njëra tjetra, as nga shërbimi e as nga pagesa. Po të shkosh në spitalet private, thënë zoti e mos i raft kuj, por kur do të bjerë se s'ban, atëherë ata të srollasin në mënyrë krejt të lezetshme e të orientoj përfundimisht se ku është spitali privat, apo ku është klinika private, apo ku është farmacia private. Të gjitha këto vinë si rezultati mungesës së funksionimit të shtetit ligjor dhe të asaj demokracie për të cilën shqiptarët kanë luftuar shumë dhe janë përpjekur në maksimum. Kështu që unë mendoj që është thjesht dhe vetëm revolta e brendshme e çdo qytetari shqiptar në raport me atë çfarë shtetit i jep dhe çfarë shteti i kthen pas në shërbime. Unë jam i bindur si çdo qytetar që një pjesë e mirë të ardhurave vjetore do të shkojnë për taksa, detyrime ndaj shtetit, sepse shteti është konsumator pra qeverisja, e nuk prodhojnë asgjë, por për fatin e keq ne ndryshe nga vendet e tjera, këto përqindje nga 42, 41 deri në 45% që na marrin si taksa në formën edhe të detyrimeve ndaj shtetit, i kthejnë në një mënyrë apo në një tjetër në shërbim ndaj qytetarëve, duke qenë të respektuar dhe të përulur. Kështu që për ta finalizuar, unë nuk heq edhe atë pjesën e mendimit dhe të dyshimit, pavarësisht se s'kemi prova, që edhe shërbimet e huaja të fshehta që janë ulur këm kryq e me shumicë në Tiranë, si duke filluar që nga përfaqësitë diplomatike të akredituara në Tiranë, por edhe të tjerë që vinë në formën e turistit apo në formën e të punësurit, të gjitha këto janë tashmë metoda klasike tradicionale të njohura dhe ata bëjnë detyrën për të cilën shteti dhe vendi i tyre i paguan. Ky është një nga shtyllat që mban në këmbë ekzistencën e shteteve sovrane dhe të pavarura, duke menduar, duke marrë informacion, duke ndikuar drejt për së drejti dhe duke dërguar në destinacionin e nevojshëm informacionet. Këto informacione që ata dërgojnë, duke parë e analizuar situatën dhe zhvillimin e ndryshme në vendin tonë, kanë bërë të mundur që ata ta kenë krejt më të lehtë për të interferuar dhe për të ndikuar. Por unë nuk jam me atë që kryeministri Rama para ca ditësh theksoi që këtu e kanë ndikimin shërbimet totalisht 100% e fshehta të huaja, e kryesisht duke u përqendruar duke drejtuar gishtin nga Irani, nuk mundet për një të keqe që gjen vendin tënd, cilat do qoftë ajo, një lider, një kryeministër, një klasë politike që është në pushtet prej shumë vitesh,
cilat do qoftë kjo si dje djathta apo sot e majta, nuk mundet që ta shplajnë veten kaq lehtë dhe të përdorin sloganin që ne, duke futur veten në emër e duke folur në emër të partisë apo të popullit, të thotë që ne nuk kemi tradhuar askënd. Jo, këtu është e vërtet që partitë nuk kanë tradhuar askënd. Por ata lider të cilët nuk kanë ditur ta drejtojnë partinë, apo nuk kanë ditur të kërkojnë llogari qeverisë së partisë për gabimet e fajet e mëkatet e bëra, ata duhet marrin dhe përgjegjësinë për këtë. Edhe e kam thënë, e them dhe eri përsëris, që një kryeminist i cili do qoftë ai, që me strukturat shtetërore që ka, që mbahen me taksat e qytetarëve shqiptar, nuk arrin dot dhe arrin shërbimet e huaja të fshehta që të ngrejnë një protestë kaq masive në Vlorë, në Zvërnec, në Tiranë, Shkodër, qytete të tjera të vendit, atëherë nuk i mbetet gjë tjetër, ti kryeministri i kësaj qeverie, veç se të kërkoj falje, dhe të jap dorëheqjen në mënyrë të pa revokueshme për të hapur krahun që ky vend ka patur, ka dhe do të ketë mjaft figura e personalitete që do dinë ta drejtojnë këtë vend dhe të prosperojë e të ecë përpara si pjesë e ka hershme dhe ndër më të vjetrat e familjes së madhe evropiane. Kështu që unë mendoj, pa patur fakte, nuk mund të flasë një kryeministër. Pa patur fakte, mund të bëjmë analizë unë edhe ju apo çdo qytetar, por duhet jemi të kujdesshëm në pjesën e ngritjes së akuzave, cilat do qofshin ato. Akuzat ngrihen me fakte, jo me opinione. Ne me opinione mund t'japim me të bëjmë një analizë, e të nxjerrim një përfundim ai deduksion mbi bazën e zhvillimit të situatave. Por kurse si nuk mund të akuzojmë askënd drejt për drejti. Dhe nuk e kam bërë, nuk e mund ta bëj, nuk mund ta bëj askush që ta akuzoj qoftë dhe kryeministrin, qoftë dhe liderët të tjerë që janë. Por ata duhet bëjnë për ta lënë veten të lirë e të pavarur për të gjykuar nga strukturat e drejtësisë nëse ka patur vërtet, ka fakte dhe u përkat atyre të hetojnë, të grumullojnë fakte e informacion dhe në fund le të gjykohen ashtu siç e meritojnë, por gjithmonë mbi bazën e fakteve. Kur flasin gjykatat, pra organet e strukturat e drejtësisë, ne të tjerëve na përket të heshtim. Nuk mundet kurse si një kryeminist që është përgjegjës, që duhet jeti përgjegjshëm për çdo qytetar shqiptar që ta akuzoj një protest që thot janë blogerët apo blogerët janë siç i ka ai vetë që i përdor mediat në mënyrë të pa frena fare, sepse nuk është normale për mua e as për këtë vend ku ne jetojmë, e as për kryeministrin as më tepër, që protesta dhe ihonat e tyre i dëgjojmë e i shohim më shumë në rrjetet sociale e në mediat ndërkombëtare se sa në mediat shqiptare. Ne situata zhvillohet në vendin tonë që quhet Shqipëri. Dhe kjo ka filluar jo tani, pra të them, është akumuluar situata, sepse ligji 7501, paketa e maleve, investitorët strategjik, e shumë ligje të tjera, të cilat kanë zhbërë dy element kryesor të shoqërisë shqiptare, që është prona 1 dhe familja 2. Dhe detyrimisht që këtu rrëzohet pastaj ajo pjesa e famshme me të cilën i ndjeri Fatos Nano, thoshte meritokraci. E kush e ka gjetur meritokracin kur për fat të keq çdo gjë buron nga mendja e Edi Ramës dhe njerëzve që e rrethojnë, e ka shtrënguar mediat, e ka bërë më keq se në sistemin komunist që nuk guxon asnjë ministër, asnjë kryetar bashkie, asnjë i punësuar në zyrat e shtetit të jap një intervistë, të jap një opinion, të jap një mendim. Për çfarë? Dhe unë do të bëja thirrje socialistëve të ndershëm, edhe demokratëve të ndershëm. Tesra dhe ngjyra e flamurit të tyre duhet të jetë si për gjithë shqiptarët, ngjyra e flamurit kuqe e zi. Partitë s'kan qenë, kanë ardhur, nuk do të jenë nesër. Shqipëria është, ka qenë, është dhe do të mbetet, do të jetojë. Pa çka, sesa për momentin në këto 3 dekadat e fundit, 3 dekadat e gjysmë, për fat të keq tonin,
në raport me çfarë duhet ishte realizuar, në raport me atë çfarë Zoti i Shqipërinë e ka bekuar, në raport çfarë shqiptarët të shpërndar më shumë se 50% nëpër botë kanë sjell nëpërmjet remitancave në këtë vend, nuk ka asnjë arritje, do thosh. Unë nuk jam për t'i nxirr, por në raport me atë çfarë duhet ishte realizuar, jemi shumë larg të ashtu quajturës demokraci që do ta dëshironte secili. Dhe këtu kjo është e lehtë se për fat të keq në vend që ata që na përfaqësojnë, duke filluar nga parlamenti, me përbërjen e tij që është për të ardhur turp dhe jo për të na bërë krenarë, sepse parlamenti sotëm pas më shumë se një shekulli është në nivelin intelektual dhe të përgatitjes personale e profesionale shumë më dobët e më ulët në përfaqësim se sa ka qenë ai kur për herë të parë filloi punimet. Ne jemi krenar për ata, por nuk jemi krenar sot për këta të cilët marrin guximin dhe unë nuk duhet ta pranoj vetë një njeri me personalitet e dinjitet, sepse unë i di kapacitetet dhe aftësitë e mia. Nëse më afrohet një detyrë, nuk mund ta pranoj nëse unë me dinjitetin, personalitetin dhe profesionalizmin, kualifikimet, arsimimet dhe gjithçka kam realizuar, nuk arrit dot. Atëre, si duhet ta pranosh? Unë e kuptoj që në çdo lloj kohe mund të blet një diplomë, mund të blet një pasaportë, mund të falsifikohen notat, mund të futet një mik për të futur në punë, por vendin e punës nuk mund ta mbaj askush, sepse do jem unë personi që do të përplasem çdo ditë me njerëzit, me komunikimin që është arti i veçantë për secilin funksion, me profesionalizmin dhe do të më nxjerr zbuluar. E kjo është arsyeja që ata të cilët kemi në parlament nuk guxojnë të dalin e të flasin, ose atëherë kur flasin, për fat të keq bëhen memo në rrjetet sociale. General, në këndvështrimin tuaj duhet të jepej Sazani për investim për resorte turistike apo duhej ruajtur siç është përdorur vite më përpara si bazë ushtarake? Kjo është relativisht e vështirë, as nëpërmjet një fjalie në përgjigje, as nëpërmjet një ligjërate, nuk do të na mjaftonte koha për të gjetur arsyet për të thënë po ose jo. Pra, do të kesh argumenta dhe në fund pastaj të mbyllet me një po ose jo. Është krejt e qartë që jo vetëm Sazani, por çdo ishull në pozitën gjeografike në mesdhe që ka, është pjesë dhe do të jetë pjesë e lakmuar e të gjithë atyre që kanë mundësi për të ndikuar dhe për ta patur në dorën e tyre. Fillimisht e gjithmonë nuk prevalon ajo për të cilën objektivi final do të jetë. Prevalon gjithmonë ajo që është më pak e kritikuar, ajo që është më e thjeshtë për të detajuar e prezantuar dhe ajo e cila krijon joshjen, fitimin së pari, pra lidhet gjithmonë me turizmin. Kështu që ishulli i Sazanit është një pasuri kombëtare e pa justifikueshme nëse do të merren vendime të gabuara, që do t'i shërbejnë dhe gjithë udhëheqja për mua duhet mendohet mirë dhe të këshillohet me ekspertët e çdo fushë, me specialistët që këtij vendi nuk i kanë munguar asnjëherë, por pse jo edhe me ndërkombëtarët të cilët janë partnerët tanë strategjik dhe na duan të mirën. Natyrisht, për aq sa atyre ju takon dhe për aq sa ne na takon për të biseduar e për të marrë opinionet e tyre. Gjithsesi, nëse nuk do të ketë transparencë 1, informacion 2 dhe mendjet e ekspertëve dhe të grupeve të interesit, cili do qoftë vendimi, për mua do të jetë vendim i mangët dhe këtij vendi do t'i kushtoj, ndoshta nuk do të duket ajo kostoja e ndikimi negativ dhe pasojat për momentin, ndoshta as 10 vite, as në 20 vite, as në gjysmë një fjalë. Këto do duken pas 100 apo 200 vitesh. Atëherë kur të dalën në pa, objektivi dhe arsyeja kryesore se kush ka ndikuar që ata të mund ta kërkonin dhe t'u jepësh kaq lirë. Kështu që në këto kushte i përket klasës politike qeverisëse me të gjithë aktorët e faktorët, por e fundit fare mendoj unë, ajo të cila do t'i shpëtonte ata nga një vendim
kaq i vështirë, por do t'i shpëtonte edhe nga ndonjë gabim apo faj i rënd që nuk do mund ta lanin ata dhe brezat, është mënyra e vetme dhe shumë demokratike e marrjes së vendimeve nëpërmjet referendumit. Referendumi, si një nga mënyrat më kushtetuese, më të drejta e më afër realitetit, duhet përdorur për vendime të tilla, e cilat politika nuk ka pse t'ja vesh vetes, edhe ajo qeverisëse. Nuk ka pse të marrë përgjegjësi kaq të rënda, të cilat nuk ja mbajnë dot këllçet në zhargon popullor. Kështu që unë nuk do them as po as jo dhe nuk e kam të vështirë, pasi unë nuk jam ekspert universal i të gjitha fushave për të parë në këndvështrimin geostrategjik, geopolitik, të mbrojtjes dhe të sigurisë vendit tonë, të rritjes së zhvillimit ekonomik vendit tonë, të gjitha këto të bëjnë që të mundet në çast të krijosh disa shtylla rreth së cilave do të jenë e do të prevalojë diskutimi për të arritur tek një vendim i cili duhet të jetë shumë i matur, shumë i peshuar, shumë i kujdesshëm që këtij vendi të mos i shkaktoj pasoja, por këtij vendi të shërbej para së gjithash për të rritur kapacitetet në interes të qytetarëve të vet të sigurisë dhe mbrojtjes. Pastaj është pjesa e dytë që lidhet me zhvillimin ekonomik të vendit. Këtu duhet prevaloj, mendoj unë, mendimi, diskutimi edhe aq më tepër vendimi i çdo lideri politik, e aq më tepër kur ai është edhe me barrën e përgjegjësisë së kryeministit të vendit. General, çfarë kujdesi duhet kenë, po themi, protestuesi që të mos përçajnë njëri me tjetrin? Unë mendoj që protesta duhet të është e masivizuar, por duhet akoma elementi i parë dhe i rëndësishëm për mua në një protestë është pjesëmarrja, masivizimi. Nuk ka nevojë për ligjërata të bukura, masivizimi, prezenca e njerëzve në sheshe flet shumë herë më tepër se çdo lloj oratori, cili do qoftë ky, sepse nëse sheshja është bosh, mund të jesh shumë orator, mund të flasësh shumë gjëra të bukura që do t'i pëlqejnë njerëzit, por nuk do të luajnë rolin për të cilin protesta mblidhet. Ata duhet të ruhen së pari nga provokimet e ndryshme që do të vinë e do të shpeshtohen çdo ditë që kalon, për sa i përket strukturave nga shteti, për sa i përket organizimeve të ndryshme edhe nga jashtë, mund të përdoret, mund të shkaktojnë incidente, të cilat do ta dëmtojnë shumë protestën, po të bitë gjitha do të dëmtojnë qëllimin dhe objektivin e vetëm të kësaj proteste që unë e quaj një, dhe të gjitha pikat e tjera janë të lidhura pasgjithësisht me këtë. Largimi, dorëheqja pa revokueshme e kryeministrit Edi Rama. Pasi ai është shkaktari, ai është përgjegjësi, ai duhet të jetë i përgjegjshmi në këtë rast për të mos e zvarritur popullin me tutje, për të mos ja shtuar dhimbjet e pasojat, sepse më kujtohet dorëheqja që ish presidenti i kohës Indjeri Ramiz Alia me protestën e Valiasit, edhe u shtu pastaj u bashku dhe Tirana me te, tha çfarë kërkojnë këta? Dorëheqjen tuaj. Dhe unë tha, përbarë popullit kam gjën më të vogël që mund të bëj si shërbim ndaj tyre. Dhe dha dorëheqjen. Nuk është se Shqipëria ka ndryshuar e ka kaluar shumë udhëheqës të ndryshëm me politikan e qeveritar. Nuk mund të them unë sot që jam unë këtu në pozicion fiks që po t'iki unë nuk funksionon. Jo. Këtu është i pagabushëm dhe i përhershëm se po flaste pjesa e besimit është Perëndia, ne të tjerët që jemi njerëz human, qenie humane, nuk jemi perfekt, jemi të prirur për të punuar e kur jemi të motivuar për të realizuar ato çfarë
për të cilat ne kemi investuar si në arsimim, kualifikim e eksperiencë pune, por askush nuk mund të thotë që po i ka unë u bë çameti. Jo, të tjerët me siguri do të dinë të rinjë të reja që janë kualifikuar e specializuar dhe kanë, si më themi, kanë prosperuar jashtë vendit. Marr eksperiencën e vendeve ku ata kanë shërbyer, punuar jashtë vendit, kam bindjen plotësisht se ata janë e do të jenë të rinj që do ta marrin Shqipërinë nga stadi në cilin ndodhem e do të ecë përpara për të qenë pjesë dinjitoze e familjes së madhe evropiane. Nuk mundet 40 vjet, 50 vjet dhe për mua parlamenti shqiptar dhe politika shqiptare që e ka uzurpuar dhe lopata e fundit që i hodhen mbi varren të ashtuqytës demokracinë në Shqipëri ka qenë vendimi edhe shemja e kushtetutës me një bashkëpunim brillant mes zotit Berisha e zotit Nano për atë çfarë gëzojmë dhe ne sot. Pra, kodi zgjedhor, organizimi, prishja e koalicioneve parazgjedhore, listat e mbyllura, dhe kjo ka sjellë si shkak që të mos dal kandidati për deputet për institucionin më të lartë të shtetit shqiptar, për parlamentin shqiptar, të mos dal përballet e shfaq idetë e tij, mendimet e tij. Kush është? Ta njohin qytetarët. Qytetarët për fat keq kanë mëse të pakën nga 2008-a që vazhdojmë të votojmë vetëm kryetarin e partisë. E në këtë formë për fat të keq ka vdekur edhe pluralizmi e demokracia e brendshme e dy partive të mëdha, si Partisë Demokratike ashtu dhe Partisë Socialiste. I kanë vënë, unë të paktën kam eksperiencë dhe para 90-s, edhe në kualifikim, edhe sistemin e njoh, por edhe në detyrat ndryshme që kam kaluar, po e them me bindje që po ta krahasimisht me sistemin e Partisë Punës, partisë që ishte para 90-s, këta janë më arrogant, më të paaft, më hakmarrës se sa ka qenë udhëheqja e mëparshme. Këta nuk hezitojnë të dalin në media, edhe në publik, të përdorin një zhargon të paimagjinueshëm fjalori. Po si mundet njeriu që është publik nuk mund kurse si, se nuk është më vetvetja, është përtej saj, përfaqëson dikë, përfaqëson shtetin, përfaqëson partinë, dhe në momentin që ti, unë, kushdo tjetër bëhemi një publik, duhet majmë përgjegjësi për ato që themi edhe nuk mund të përdorim fjalor prej rrugashit. Edhe unë tani që flas, edhe kushdo, me çdo media, cila do qoftë ajo, duhet jeti i kujdesshëm se prezanton s'pari veten, personalitetin, dinjitetin, dhe detyrimisht nuk është e drejta askujt që të fyej, të shaj me fjalor prej rrugaqi në televizion, në media, ku do qoftë, ashtu përballë publikut. Se i cili ti do qoftë është qenie humane dhe përballë ti ligji duhet veproj i barabartë, edhe për mua, edhe privilegjet janë të përcaktuara, sepse të ardhurat, financat e kryeministit, e presidentit, e ministrit nuk janë të barabarta me një pensionisti. Ky është privilegji, por kjo është edhe përgjegjësia paralelisht. Prandaj duhet të tregojmë të kujdesshëm se nuk jemi ne ata që do të përcaktojmë se çfarë personaliteti, karakteri e kush jam unë. Jo. Nëse je, thuje në vendin e dur. Nëse nuk je, mos merr atribute që nuk të takojnë. Se në vend që të dalish nga një e keqe, vazhdon zhytesh akoma në atë llumin e interpretimit të një fjalori që gjithmonë për fat keq nuk duhet ta shpreh atë pjesën e fjalimit që pat majt dikur zonja Grida Duma në parlament e ju drejtu kryeministit me atë fjalorin që tha kur sistemi tret është në kokë, tha mund të ndodhë edhe diçka tjetër që unë s'ma ze goja ta them. General, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi. Respekt.